A kishe mendu në herë me shku me jetu jashtë shtetit? Jo. E posh kallzova jetën atje, s'm pëlqej. Domethënë pi orës 6 mëngjes deri ora mbrëm ka 2 puna të i majt edhe prapë u ankeshin se nuk mushin m'ja dalin me kushtet që pi ofroj kjo, sidomos në Gjermani, më herët nashta kanë fitu shumë, por tash jo. 1-0-5. Pyetja jonë është kjo. Sa po i presim mirëgjimtarët këtë vetë në Kosovë? Si zakonisht, besoj, nuk presim diçka ose më shumë ose më pak. A e keni najkon jashtë? Po, vllai. A pe prat vllajnë? Po, kësmet në gosht vjen edhe ai. Pas ka me ardhë në gosh. Po. A i keni kërku në ajsa vllat? Jo, s'jam në person që kërkaj se di çka hekin atje, se zakonisht edhe në shtash më ka ra me shku atje dhe kum po si çfarë sakrifice bojnë, adem për familjet këto, kështu që ja di munin që e bën, kështu që si kërkaj kur gjallë. Po, adem pi qefit nëse dënë më pruna i sa, okej, kështu që diçka me kërku jo. Sa keni ndajt atje? Qëtash mas mrome që më konë Gjermani një mujdet. A keni punu, a keni shku veç për qef me taku? Ja kum punu. Qa keni punu atje? Në kuzhinë punoj, zakonisht edhe këtë punoj ushqime të shëndetshme. A kishe mendu në herë me shku me jetu jashtë shtetit? Jo. E posh kallzova jetën atje, s'm pëlqej. Domethënë pi orës 6 mëngjes deri ora mbrëm ka 2 puna të i majt edhe prapë u ankeshin se nuk mushin m'ja dalin me kushtet që pi ofroj kjo, sidomos në Gjermani, më herët nashta kanë fitu shumë, por tash jo. Se shpenzimet shumë të mëdha, banesa, rryma, ujë, me hor, me pi, me vesh diçka, shumë problem. Sa mendojnë që i shkon paga ma e mirë të në Kosovë, do me thamë paga minimale për me pas një jetë shumë të mirë që mu këthy edhe t'jashtit me jetu këto? 1.000? Me 1.000 euro po thu që i shkon, i shpërbyll? Me 1.000 besoj që po. Nuk është edhe jetë shtrajnë krahasim me atje, se kune një hamburger këtu me 2 euro gjys, 3 euro, 4 euro, atje 15 euro kushtet një hamburger, po hamburgeri më i thjeshti. Edhe pse i merrshe për shembull, ne ato i mershin 2400, po banesa, ujë këtu si merrshin shumë pak parë merrshin. Tash nuk i di. E për pushime, a keni mendu në ajkun ku keni me shku me kalu? Shqipni. A keni me shku me vllana? Ja, me grua dhe me fëmijë. Ja, vllavin, ja. Vllam Pelane. Ai vjen pushime në Kosovë, kështu që i mejtet këto. Cili është një prej veneve që shkoni mas shpesh sikur të vinë? Shënxhen. Në Shënxhen. Unë në pushimet, Pushime në Shënxhen. ndërsa ku vjen vllavi këtu, i frekuentojnë në për Kosovë, Rogo, Prevall, Sadëkni, Pori, Slatina, është një vend shumë i mirë që për me dalë me harë me pikë kështu. Sa shumë që harxhoni mas shumë të gjatë pushimeve, se zakonisht harxhojmë shumë. Po tash në varë që shpëna rritin tarifat atje, deri kojmë ka pa thmi me nusë dhe 500 euro, tash pi vlera më shumë, se tash me 2 thmi shpenzimet janë më të mëdha. Faleminderit shumë për intervjistën. Që ka kalu fshimie, faleminderit.